Të nderuar shikues, mirë mbrëma, do të jemi së bashku në këtë edicion të lajmeve në televizionin e Prizrenit. Mesazhi i kryetarit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren Valon Ibrahimi në rastin e festës Kurban Bayramit. Kërkohet më shumë angazhim institucional dhe vetëdije qytetare për mbrojtjen e lumenjeve. Mbrëm në Prizren u shfaq premiera Komedia SS në regji të Ilir Bokshit. Super ofert për Kurban Bayram në Eida dhe Patroni. Vetëm në 6, 7 dhe 8 qershor. Kape ofertën me derivate më të lira dhe më cilësore në qytet. Oferta vlen vetëm për pikën në Prizren, e cila ndodhet në Arban në magjistralen Prizren Gjakov, kilometri 2. Eida Patroni. Me rastin e festës Kurban Bayramit, kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, Valon Ibrahimi, ka uruar të gjithë besimtarët dhe qytetarët, si dhe ka folur për rëndësinë e kësaj feste. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, të nderuar qytetarë të qytetit të Prizrenit. Sot në ditën e madhe të Arafatit, në natën e Bayramit të Kurbanit, kam nderin të drejtohem me urimet më të mira, duke e lutur Zotin Gjellëshanuhu për begati, shëndet, mirëqenie, paqe dhe dashuri. Në mesin e miliona haxhinve nga gjithë bota, të cilët sot gjenden në Arafat, janë edhe besimtarët tanë nga Prizreni dhe Kosova, të cilët me lutje dhe përkushtim shprehin ndjenjen më të thellë dhe përkushtimin e tyre drejtuar Zotit fuqiplot. Nderuar besimtar, haxhi në vetvete përmban urtësi dhe begati të shumta. Padyshim, njëra nga ato është edhe dlirësia në aspektin shpirtëror. Zoti në Kur'anin famlart na thot: vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për ata të cilët kanë mundësi udhëtimi deri tek ajo. Gjithashtu edhe therrja e Kurbanit në ditën e Bayramit është adhurim tjetër të cilët besimtarët shprehin bindjen dhe përkushtimin në Zotin fuqiplot. Kjo njëkohësisht ka dhe për qëllim solidarizimin me njëri tjetrin, duke e rritur bashkëpunimin dhe e shtrir dorën njëri tjetrit. Të nderuar besimtarë të qytetit të Prizrenit, sakrifica ka kuptim vetëm atëherë kur ajo bëhet për hir të Zotit Gjellëshanuhu. Dhe vetëm atëherë merr dimensionin hynor dhe social. Dhe ashtu, këtë qëllim, ka dhe therrja e Kurbanit, përderisa tek shtresat shoqërore shpërndahet mishi, tek Zoti Gjellëshanuhu arrin qëllimi i mirë në emër të tij. Festa e Bayramit të Kurbanit gjithmonë është festuar në formatin më të mirë në mesin e shoqërisë tonë, duke shpresuar në solidaritetin, ndihmën për njëri tjetrin, mirëkuptimin, paqen, dashurinë, harmoninë, vlera këto të cilat i japin kuptim shoqërisë tonë në mesin ku jetojmë. Andaj edhe ne lutemi për harmoni, paqe, dashuri, mirëkuptim me njëri tjetrin, sepse edhe domethënia e festës së Kurban Bayramit neve na bën më të dashur me njëri tjetrin në këtë aspekt. Andaj edhe unë, në emër të Këshillit të Bashkësisë Islame dhe në emrin tim personal, ju dëshirojmë paqe, dashuri, harmoni, begati, mirëqenie dhe rahati. Gjithashtu u aurojmë festën e Bayramit të Kurbanit, të gjithë juve, besimtarë të nderuar, me gjithë familjet ta festoni në mënyrën më të mirë. Zoti na i pranoft të gjitha adhurimet tona, të cilat i bëjmë në drejtim të tij. Me fat, ju qoftë festa e Bayramit të Kurbanit. Në Prizren është organizuar një takim kushtuar mbrojtjes lumenjeve. Përkundër disa zhvillimeve pozitive, kërkohet më shumë për kujdesje institucionale për mbrojtjen e ujrave. Festivali Bunar Fest nuk është vetëm gara e lëshimit me goma në Lumbardh, kjo ngjarje përshkruhet edhe me aktivitete vetëdijsuese për mbrojtjen e lumenjeve.
Një aktivitet i tillë është mbajtur në ambientet e hidrocentralit që ndodhet Buz Dëmbardhit përgjatë rrugës Prizren-Prevall, ku ishin të pranishëm përfaqësues të institucioneve dhe ata të shoqërisë civile dhe aktivist mjedisor. Në emër të organizatorit Dren Marseli, nga organizata jo qeveritare X40, tha se lumenjët tanë duhet të mirëmbahen në nivelin më të duhur, duke patur një përkujdesje institucionale, por edhe koordinim veprimësh me organizma përkatës. Lumi edhe pse tentohet më majtë mirë, apet ka nevojë, e dim që në përgjithësi edhe ujërat në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur, po sidomos neve që na brengos është lumi Lumbardhi, ku na dhe zhvillojnë aktivitetin. Cila është mundësia secilit prej neve me bashkëpunu në të ardhmen për me dhënë kontributin si institucional, si të organizatave, nesër mas nesër edhe këto organet që janë të niveleve të ministrive ku e diune, po nëse na jena si fuqi që bashkëveprojmë për me ngritë zonin me konë me një tonë këtë me një ngjyrë, atëherë edhe më të fuqishëm jena për me dashur me bo ndryshime. Ekzona Shala Kadiu, drejtoresh organizatës EKOZ dhe aktiviste mjedisore, tha se shqetësimin më të madh për ndotje të lumenjëve kemi nga mbeturinat fizike, ndërsa sipas analizave të fundit, tha ajo, problem tjetër po paraqitet bllokimi i ujit nga hidrocentralet. Së fundi njoftoi ajo, plani i menaxhimit të pellgjeve lumore do të përfshijë të gjithë lumenjët në vendin tonë. Mbeturinat fizike që shihen. Po kjo na ka shtimu marrë me lumejt, po kur kena hi me pa situatën e përgjithshme, nuk është që i kena të knaqshme, është një mirë që qëtash e tutje menaxhimin e lumenjve kena me bërë në bazë të pellgjeve lumore, se Kosova i ka diku një 33 lumenj, vegjël, procka, asi që ka njëherë numërohen lumej, ka njëherë jo, se janë rrjedhat lumit që e mbushin një. Tek aspektet e pellgjeve lumore, ka me qenë Drini Bardh, është pellgu i Ibrit, pellgu i Moravës Binqës dhe i Lepencit. Çka kështu në përgjithësi 2 vitet e fundit na kena bërë edhe analiza statistikë të matjeve të cilësisë së ujit. Kohët e fundit jemi të u brengos edhe të u preokupu me bllokimin e ujit prej hidrocentraleve. Kështu janë disa prej fotografitë që gjenden në parqet kombëtare tona e që këtu uji jonë deri na vjen, bllokohet atje, edhe po provojmë që me avoku edhe me i largu. Kaltrin Kolukaj nga organizata jo qeveritare ecma ndryshe, potencoi faktin se edhe bizneset janë ato të cilat më së shumti po ndikojnë në ndotjen e lumenjeve. Brina është edhe i restoranteve dhe këtyne bizneseve që vetëm po raste që mbeturinat që i bëjnë brenda ditës ka pas raste që i kom pa. Përgjegjësi i sektorit të mjedisit pranë drejtorisë së shërbimeve publike në Prizren, Muhamet Bajrami, tha se së fundi kemi avancuar në ruajtjen e kualitetit të ujit në Lumbardh dhe lumenjë tjerë, fal rritjes së nivelit të shërbimeve, tha ai. Çdo vit më shumë ka ngritur cilësia e ujit. Do thonë kjo nuk kupton se kemi avancuar në drejtim në ruajtjen e kualitetit shërbimit, mos pojt mbeturinave, i cili ka qenë një faktor primar dhe kryesor që ka ndikuar në ndotjen e ambientit. Këtë them sepse para se të fillojmë me shërbim të rregullt, kem pas hudhje jo zeza, po hudhje legale. Se des nuk ka ekzistuar një shërbim, atëherë edhe janë hudhë mbeturina. Të kryesisht të mbeturina janë hudhë në përroje, ku edhe largimi tyre ka qenë pak i vështirë. Gjatë treshurave dhe vërshimeve, kryesisht mbeturina janë mbartë dhe kanë shku dhe janë derë në drinin e bardhë. Ndërkaq, përfaqësuesi i fshatrave të zonës së Zhupës Sead Bajrami bëri një kërkesë që në këtë zonë për t'u shmangur problemi që banorët të mos hudhin mbeturina në Lumbardh, duhet të caktohet një lokacion për ndërtimin e një deponie për mbeturina të ngurta. Pa një deponi e cila do t'jetë më afër vendbanimeve të kësaj zone, është e pamundur të rregullohet hudhja e mbeturinave në aspektin funksional. Aktualisht deponia për mbetje të ngurta është në rrugën për në Dragash, për në Sharë. Edhe ajo është shumë larg.
Në fund, nga ky takim dolën edhe rekomandime për institucionet që të jenë më të përgjegjshme në kryerjen e përgjegjësive edhe të tyre për mbrojtje më efikase të lumenjeve. Kompania rajonale për mbeturina Ekoregioni njofton se nesër në ditën e parë të Kurban Bajramit nuk do të punojë sipas planit dinamik të shërbimit. Qytetarë të nderuar, ju njoftojmë se për nder të ditës së Kurban Bajramit me datë 6/6/2025 ditë e premte, kompania rajonale për mbeturina Ekoregioni në Prizren nuk do të punojë sipas planit dinamik të shërbimit. Grumbullimi i mbeturinave në zonën tuaj të shërbimit do të kryhet ditën e shtunë, respektivisht me datën 7/6/2025. Ky ndryshim i planit vlen vetëm për festën e Kurban Bajramit, ndërsa nga java e ardhshme shërbimi do të vazhdojë sipas planit dinamik të planifikuar. Njëherët ju urojmë festën e Kurban Bajramit, thuhet në fund të këtij njoftimi. E ndërkaq që mbrëm në teatrin Bekim Femiu është shfaqur premiera e komedisë Komedia e Zezë me tekst autorit britanik Peter Shaffer si dhe regji të Ilir Bokshit. Jemi shumë të fjotur shumë, ka shumë për jush njerës të mrekullueshëm sonte dhe në veçanti duan ta përshëndet me jashtëzakonshëm dhe shumë të nderuar të teatrit tonë. Premiera e shfaqjes Komedia e Zezë me tekst të autorit britanik Peter Shaffer dhe regji të Ilir Bokshit solli për publikun e pranishëm një përvojë skenike të pazakontë, respektivisht një farsë të errët, të mbështjellë me humor, tension dramatik dhe kreativitet muzikor. Regjisori Ilir Bokshi ka bërë të ditur se ideja për ta sjellë këtë vepër teatrale në Prizren ka lindur nga bashkëpunimet e mëhershme me teatrin Bekim Femiu, respektivisht nga dëshira për të sfiduar veten në një zhanër të vështirë siç është farsa. Kom pas një dy tekste të ngjashme, farsa që quhet farsa, që është ndër lëmit më ndër zhanret më të vështira të teatrit. Po doshta me provoku veten, sidomos me këtë idenë e përzierjes farsës me muzikë, me ato që e pat edhe ju vetë, edhe ku unë besoj bashkë me bashkëpunëtorët e mi kemi armën më të fortë të paraqitjes skenike, po edhe pse jo me provu edhe një herë në farsë dhe me provu vetën a imi në gjendje akoma me prodhu gjana të tilla. Unë jam shumë komun me këtë vend, jam shumë, dhe më thonë, është vendi im sepse është, po ju them, është hera e tretë, me publikun, po sidomos me aktorët dhe me menaxhmentin e teatrit jemi shumë të lidhur, jemi miq të mirë dhe vërtet edhe ndihem si në shtëpi, domethënë nuk jam shumë rehat dhe shumë komod me gjithë këtë punë. Unë mbaj mend saktësisht se ku I kam vendosur. Aktori I mirënjohur Ernest Malazogu, I cili është shfaqur me një rol që kërkonte një lojë të veçantë fizike dhe shpirtërore, ka theksuar se interpretimi ka kërkuar një angazhim me që këtë herë loja është zhvilluar mes dritës e errësirës. Ka qenë pak sfiduese, derisa edhe ne hym në ujrat të kërkesave të regjisorit, pastaj ka qenë vetëm kënaqësi, tha ai pas shfaqjes. Është pothuajse tërësisht I shurdhët edhe nuk ka qenë shumë I vështirë, shumë sfidues, tu marr parasysh me kon pas të bëj, mas pari me kolegët e mi aktorët, që kom shumë të dashun. Ma ndej edhe me Ilir Bokshin që nuk është shfaqja e parë dhe ati I besoj shumë mirë, po ka qenë rol sfidues. Se për mu të paktën ka qenë rol sfidues, nuk më ka ndodhur kur me lujt me kërkesë të autorit ose të regjisorit këtë rast, po prap autorit, me kërkesë të tij që më qenë tankoni vëmendshëm, po në terr, po mos më pa njërin në sy. Me qyrë që tu dikat, me këqyrë ka veshi, që tu është, që këni. Kështu që ka qenë pak sfiduse, deri sa dhe na hinëm në ujna të kërkesave të autorit, normal, masi edhe regjisorit, ma ndej ka qenë vetëm kënaqësi. Aktoria Hayat Toçila përvojën në këtë komedi ka përshkruar si sfiduese dhe të veçantë dhe se sipas saj, kasta e aktorëve ka përmbushur detyrat në mënyrë të përpikt fale dhe kujdesit të regjisorit Ilir Bokshi, pastaj këshillave të koreografit Gëzim Sertollaj, por edhe angazhimit të pashoqtë të gjithë ekipit realizues të shfaqjes. Publiku ka qenë shumë I mirë, edhe pse për të na publiku gjithmonë është I mirë, publiku I Prizrenit është shumë I mirë. Gjithmonë sigurisht reagimi I publikut neve na jep një shtytje hala më shumë.
se ndihemi që okej, jemi bashkë, jemi lidhë. E falenderoj shumë publikun sidomos sot. Po, me ekipin bashkëpunimit që shka shku? Tepër mirë, si zakonisht. Na teatri Prizrenit edhe ashtu jemi familje, gjithmonë kemi qenë. Plus natyra e shfaqjes, sigurisht kemi pas nevojë për ndihmën e njëri tjetrit, për kritikat ta quajt njëri tjetrit, edhe bashkarisht e arritëm. Mendoj sigurisht është regjisore Ilir Bokshi, që është një mjeshtër, edhe është një prej atyre regjisorëve që kujdeset kërkush mos me dalë keq. Mirët me detajet e secilit edhe mundohet me nxjerr më të mirën prej secilit prej neve. Gjithashtu arti me muzikën e tij, mandej që plotsoi krejt gëzime, koreografi që na kanë ndihmuar shumë me rrezimet që i kemi pas për mos mu lëndu, për mu kujdes, kështu që bashkarisht po mendoj që kemi punë shumë të mirë. Pas rënies së perdës së komedisë, e cila shpesh sillte të qeshura të shumta tek të pranishmit, të cilët në fund me duar trokitje të gjata mirëpritën këtë projekt teatror në premierën e tij. Në vazhdim të këtij edicioni të lajmeve, ju përcjellim të tjera informacione të ditës së sotme. Edhe në seancën e sotme nuk u arrit të konstituohet Kuvendi i Kosovës pasi propozimi për formimin e komisionit zgjedhor i nevojshëm për organizimin e votimit të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit së Kuvendit nuk u miratua. Kryesuesi i seancës Avni Dehari ftoi subjektet politike të propozojnë përfaqësuesit për komisionin zgjedhor, po që propozimi sërish dështoi. Ky komision do të japte rrugë votimit për kandidatën e propozuar nga lëvizja vetëvendosja Albulena Axhiu për postin e kryeparlamentares. Kjo ishte tentativa 27 për konstituimin e Kuvendit. Seanca u ndërprer për të vazhduar pas 48 orësh. Kontingjentet e forcës së sigurisë së Kosovës janë duke operuar në ushtrimin shumëkombësh Defender Europe 25, krahas shteteve partnere si Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia e Veriut. Në Kroaci, pjesë e ushtrimit është togu Gjenier Luftarak, i cili është bashkuar brigadës së mekanizuar të forcave të armatosura kroate dhe elementet e inteligjencës. Në Shqipëri, FSK operon me kapacitete luftarake të këmbësorisë krahas vendeve partnere, ndërsa në Maqedoninë e Veriut është i angazhuar togu i mërtajave si dhe policia ushtarake. Kontingjentet e FSK-s janë duke zhvilluar operacione të mobilitetit të cilat dëshmojnë nivel të lartë profesionalizmi dhe përkushtimi në përmbushjen e detyrave dhe misionit të forcës së sigurisë së Kosovës, thuhet në njoftimin e bërë për media. Tutje theksohet se pjesëmarrja e FSK-s në Defender Europe 25 mundson testimin e kapaciteteve dhe ndërveprueshmërinë me partnerët ndërkombëtar njëherë tregon përkushtimin ndaj standardeve të NATO-s dhe angazhimin e saj në ruajtjen e paqes dhe sigurisë. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, miftiu i Kosovës Naim Tërnava ka uruar besimtarët musliman, duke bërë thirrje që kjo festë të jetë për më shumë mirësi, përbashkim rreth vlerave të besimit, dinjitetit, drejtësisë dhe solidaritetit. Miftiu Tërnava në mesazhin e urimit tha se populli i Kosovës i ka ngritur themelet e ekzistencës mbi vlerat e sakrificës. Në këtë natë të madhe të Kurban Bajramit, kur zemrat dridhen nga madhështia e sakrificës dhe kur shpirti kërkon edhe më shumë afërsinë me Zotin, ju drejtohem me përulësi të thellë dhe dashuri të sinqert në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, në emër të institucioneve të saj dhe në emrin tim si mifti i Republikës, për t'ju përcjellë për këtë festë kaq madhështore, festën e Kurban Bajramit. Urimet më të përzemërta duke lutur Zotin e Madhërisëm që kjo ditë e bekuar t'ju gjejë me zemra të qeta, me shëndet dhe me qenje, me familje të bashkuara dhe me besim të thelluar në vlerat më të larta shpirtërore, deklaroi Tërnava. Miftiu i Kosovës tha se Kurban Bajrami bart mesazhe të thella shoqërore dhe adhetare, si dhe kontribon në forcimin e vlerave që ndërtojnë shoqërinë dhe forcojnë atë dheun. Ai tha se kjo festë forcon ndjenjen e bashkësisë dhe vëllazërisë, të cilat siç tha Tërnava janë bazë për shtet të qëndrueshëm. Mesazhi i kryetarit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren Valon Ibrahimi
me rastin e festës Kurban Bajramit. Kërkohet më shumë angazhim institucional dhe vetëdije qytetare për mbrojtjen e lumenjeve. Mbrëm në Prizren u shfaq premiera Komedia e Ses në regji të Ilir Bokshit. Të nderuar shikues, ndoqët lajmët deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.